Do të lexojmë nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 16, vargjet 1 deri në 8. Dëgjoni me vëmendje, kjo është fjala e Perëndis për ne të gjithë sot. Si kaloi e shtuna, Maria Magdalena dhe Maria nëna e Jakobit dhe Salomea blen aroma për të shkuar të vajosin Jezusin. Në mëngjesin e ditës së parë të javës, shumë herët, ato erdhën tek varri ku po lindte dielli. Dhe thonë në mes tyre, kush do të na rrokulliz gurin nga hyrja e varrit. Por kur ngritën syt, panë se guri ishte rrokullisur, megjithëse ishte shumë i madh. Hyn pra në varr dhe pa një djalosh që ishte ulur në të djathtë, të veshur me të bardha dhe mbetën të trembura. Dhe ai u tha atyre, mos u tremni. Ju kërkoni Jezusin Nazareas që ka qenë kryqëzuar. Ai u ringjall, nuk është këtu ja vendi ku e kishin vënë. Por shkoni e u thoni dishepujve të tij dhe Pietrit se ai po ju pararend në Galile. Atje do ta shihni ashtu siç ju pali thënë. Dhe ato dolën shpejt dhe ikën nga varri sepse i zuri të merri dhe habia dhe nuk i thanë asgjë kërkujt sepse kishin frikë. Kjo është fjala e Perëndis për ne sot. Ai e bekofta të në zemrat tona këtë mëngjes. Uluni. Populli i Perëndis, ngjallja e Krishtit është ngjarje madhështore, pa cilën asnjë ngjarje tjetër nuk ka kuptim. Jep kuptim gjithë historisë së njerëzimit. Jep kuptim ekzistencës tonë. Pa ngjalljen e Krishtit çdo jetë njeriu shpenzohet pa një shpresë logjikshme, pa një gëzim të vërtet, pa një arsye për të jetuar. Një jetë që përfundon në vdekje dhe ngel atje. Por lajmi i mirë është ky: Krishti u ngjall nga të vdekurit dhe kjo ndryshon gjithçka. Në këtë ne kemi hirin e Perëndis dhe hiri i Perëndis ndryshon gjithçka. Krishtërimi qëndron mbi doktrinën e të ngjalljes të Krishtit nga kryqi, pa të cilën kryqi i Krishtit nuk ka kuptim. Nëse Krishti nuk do të ishte ngjallur, ai do të ishte thjesht një akt ekstravagant nga një jude zemërmirë shekullit të parë, i cili u përpoq të bënte diçka të mirë për të tjerët. Kaq dhe asgjë më shumë. Pa ngjalljen, nëse Krishti nuk është ngjallur, ai që beson te Krishti është ende i pafalur, ende në mëkatet e tij, ende pa shpresë dhe jeton si i tillë në këtë botë. Pa ngjalljen e Krishtit ne nuk kemi shpresë që të futemi në prezencën e Perëndis shenjtë as sot në adhurim dhe as në të ardhmen përmes portës së vdekjes. Pa kryqin edhe ngjalljen e Krishtit ne nuk kemi shpajsim, nuk kemi falje, nuk kemi paqe me Perëndin. Nuk kemi bazën për jetën e përjetshme, për ngjalljen tonë nga të vdekurit. Tek pasazhi që sapo lexuam, unë do të vëre 3 gjëra kryesore, edhe pse aty ka shumë për të parë, për studiuar. Por 3 gjëra kryesore, dhe së pari dua që të shikojmë këtë pasazh mosbesimin e njerëzve. 3 gra u nisën për tek varri i Krishtit. Jo për ta uruar atë për ngjalljen, jo për ta përshëndetur, por sepse besonin se ai ishte ende i vdekur dhe se do të vazhdonte të qëndronte i tillë për gjithmonë. Ato po shkonin tek varri, sepse ato duhet të mbaronin ritet e varrosjes që i patën filluar dhe i patën lënë për gjysmë atë ditë që Krishtin e zbritën nga kryqi 3 ditë më parë. Dhe këto po e bënin këtë gjë nga devocioni i tyre për Krishtin, kuptohet, nga dashuria e tyre për Krishtin, dhe se ishin një devocion dhe dashuri pa besim. Pa besim tek ringjallja e tij. Ato po shkonin që t'i shërbenin Krishtit shërbesën e fundit. Ironia është ajo që
në fakt sepse Krishti u ngjall, ato nuk do të pushonin së shërbyrin ndonjëherë Krishtit. Sepse në momentin që ëngjëlli u shfaqet aty, ato marrin thirrjen për të qenë lajmëtarë të ngjalljes së Krishtit, për të ngjillizuar apostujt, për të dhënë atyre lajmin e mirë. Marku na jep një detaj të bukur tek pasazhi që ne sapo lexuam, edhe që rrëfen atë gjendjen e tyre mendore dhe emocionale. Ato janë nisur për tek varri, dhe gjatë rrugës kujtohen kush do na e lëviz guren. Varret në atë kohë ishin shpellza të vogla të gryera në mal, edhe mbylleshin apo vulloseshin me një shkëmb apo me një gur të madh. Një gur që donin të paktën 2-3 burra për t'i lëvizur. Ato janë nisur për tek varri dhe rrugës kujtohen, mirë në unisëm, por kush do na lëviz gurën. Ato mund kishin marrë Pietrin me dishepujt e tjerë, mund kishin marrë njerëz nga qyteti apo nga fshati, por ndoshta apostujt janë shpërndarë si dela pa bari pasi Krishti ka vdekur dhe ata nuk besojnë tek ringjallja. Ose ndoshta trishtimi i grave është kaq i thellë sa që ata nuk janë kujtuar për detaje të tilla. Edhe një farë mënyrë të këtë sugjeron edhe Marku kur përdor një lloj fjalesh aty dhe thotë tek vargu 4, por ato arritën tek varri dhe ngritën syt lart edhe pan që guri ishte rrokullisur. Ato po esnin me syt poshtë, pa shpresë, zemër vrare të hidhuruara. Ata nuk po prisnin ngjalljen. Vetëm ditën e parë të javës, të nesërmen e ditës së pushimit të judenjve, ditën e diel për të larë trupin e brutalizuar nga fshikullimat e ushtarëve, për të larë vrimat e goshtëve në gjymtyrët e Krishtit, për të shplarë jenë e shpuar me hesht, për të larë e krehur kokën e qerrë nga një kuror plot gjemba të Krishtit. Dhe kështu ka kuptim se pse ato u trembën kaq shumë, se janë kaq të merruara. Çfarë u ndolli atyre në këtë diel të parë të ngjalljes së Krishtit ishte një surprizë. Ato nuk besonin tek ngjallja. Nuk besonin se Krishti do të ishte ngjallur, po shkonin që t'i bënin rritet e fundit. Ne dim nga, jo vetëm nga Ungjilli sipas Markut, por edhe nga ungjillit e tjerë, nga 3 ungjillit e tjerë, që Maria Magdalena ishte e para që në fakt pikas diçka, shikon derën gurin e varrit të hapur dhe nuk madje as afrohet, por kthehet më njëherë mbrapsht dhe niset për tek apostujt. Ajo ka kuptuar, ka nuhatër diçka ende nuk e ka parë në e Perëndis, dhe Krishti në fakt i shfaqet asaj të parës rrugës. Por dy gratë e tjera futen brenda. Dhe çfarë shikojnë? Ato shikojnë një të ri të veshur me të bardha i ulur në të djathtë të varrit. Edhe ky vetë është një fakt interesant apologetik që flet për vërtetësinë e mesazhit të ungjive. Të parat që morën lajmin e mirë dhe që u ngarkuan me përcjelljen e saj ishin gra. Dhe kjo është e rëndësishme sepse judaizmi nuk i pranonte gratë si dëshmitarë në gjyq. Kështu nëse dhe po merrem me ato argumentat të rrollake të botës mosbesuese, nëse kisha hershme do të ishte përgjegjësia për shpikjen e mesazhit të ringjalljes, siç pretendojnë filozofët ateist, atëherë do të kishte shpikur edhe dëshmitar më serioz se sa këto 3 gra, të rënduar nga hidhurimi i vdekjes se Jezusi nga Nazareti, i cili nuk do të ringjallej. Por këtu kemi një detaj tjetër, dhe ai detaj tjetër i harresës së planifikimit se kush do të shtyej gurin e varrit. Fakti që ato e kishin harruar këtë element, tregojnë që rrëfimi i ngjalljes nuk është historia e njerëzve të përsosur
që kanë shpikuar apo kanë gjetur Zotin. Por e disa grave të thjeshta, të natyrshme në hidhurimin e tyre edhe në mosbesimin e tyre, dhe kështu fakti që mesazhin e parë e morën ky grup njerëzish, flasin për vërtetësinë e mesazhit, por ka edhe një pikë tjetër këtu. Fakti që Perëndia së pari u shpalli mesazhin grave, i ngrën ato lart. As modernizmi, as iluminizmi, as ateizmi, as socializmi, as një sistem tjetër shoqëror nuk e ka ngritur gruan në këto nivel. Lajmtarën e Zotit, lajmtarën e parë. Edhe kjo provon origjinën hyjnore të mesazhit. Mesazhi i ngjalljes së Krishtit nuk origjinonte me kishën, por me Perëndinë. Edhe kjo së dyti provohet për më tepër nga prezenca e këtij personit të tretë që rrin ulur në të djathtë të varrit dhe që shkakton tmerr te këto gra. Është mesazhi edhe personi i ëngjëllit. Ky i ri i veshur me të bardha është ëngjëlli i Perëndisë. Edhe në këtë e dim dhe e kuptojmë nga reagimi i grave dhe nga ungjit e tjerë që na tregojnë sa ishte shërptori i Perëndisë në Bibël. Nga Bibla ne dim që ëngjëllit nuk kanë gjini, por kur ato marrin forma njerëzore për të përçuar mesazhet hyjnore, ato marrin forma dhe emra meshkujsh. Se për shembull ëngjëlli Gabriel e kështu me radhë. Por ëngjëlli, siç e dëshmon edhe termini në greqisht në origjinal, është një mesazher i Perëndisë. Është një shërptor i Perëndisë i caktuar për të ndihmuar njerëzit e Perëndisë, edhe madje edhe vetë Krishtin. Dim për shkak se një shërbes e veçantë të ëngjëllve është sjellja e inkurajimit dhe atyre që janë në shtratin e vdekjes apo e mbrojtjes së të vegjëlve. Por mbi të gjitha ëngjëllit janë mesazherët dhe instrumentat e Perëndisë, shërptorët e Perëndisë në momentet kyçe të historisë së shpëtimit. Për shembull, në kopshtin e Edenit, ëngjëllit ishin prezent. Kur Mojsiu t'i dha ligji në malin Sinai, ëngjëllit ishin prezent. Në lindjen e Krishtit, ëngjëllit ishin prezent. Në tundimin e Krishtit në shkretëtir, në torturën e Krishtit në Getsemane, ëngjëlli ishte prezent dhe ndihmonte Krishtin. Ëngjëllit janë gjithashtu edhe përmbaruesit e Perëndisë. Ne dim nga Dhjetën e Vjetër për shembull që tek libri i dytë i Mbretërve kapitulli 19 mësojmë se si një engjëll i vetëm shkatërroi një ushtri të madhe asiriane. Janë përmbaruesit e çdora e Perëndisë. Edhe është e kuptueshme pse gratë u friksuan, u tmerruan kaq shumë. Dhe fakti i prezencës së ëngjëllit në ditën e ngjalljes së Krishtit edhe na flet për rëndësinë e ngjalljes së Krishtit, e njëjtë me atë të Getsemanes, e njëjtë me atë të vdekjes, e njëjtë me atë të ngritjes në anë të djathtë të Adit, dhe në fakt e njëjtë me atë të ardhjes së dytë Krishtit. Ne dim nga Bibla që kur Krishti do të vijë përsëri në ardhmën e tij të dytë, ai do të jetë i shoqëruar nga një ushtri qiellore. Janë momentet kyçe, momentet decisive të historisë së shpëtimit. Është Perëndia që vepron përmes ushtrisë së tij qiellore. Por me gjitha prezenca e ëngjëllit aty edhe mesazhi i tij provojnë identitetin e vërtet të Jezus Krishtit. Provojnë se gjitha deklaratat që Krishti tha ishin të vërteta. Gjitha deklaratat që Krishti tha mbi identitetin e tij apo mbi qëllimin, mbi misionin e tij ishin të vërteta. Provojnë që Krishti ishte nga përjetësia Perëndim me Perëndin, antar i Trinjnisë, Zoti i lavdisë. Gjitha provojnë që në fakt për ato 3 vjet Krishti ishte i përfshirë një betejë shpirtërore të përmasave të mbinatyrshme, kozmike, kundërshtarit Perëndisë. Cili ishte qëllimi i ëngjëllit? Ëngjëlli kishte ardhur që të rrokulliste guren dhe të jepte mesazhin.
të rrokulliste gurin jo për Krishtin. Jo që Krishti të dilte jashtë, por që njerëzit futeshin brenda, edhe të shikonin varrin bosh. Një trup të ri, një perëndi për perëndi e Krishti nuk ka nevojë për një ëngjëll që t'i rrokullis gurin. Ai ëngjëll kishte ardhur aty për ato gra, për kishën, për ne. Dhe çfarë i thot ëngjëlli atyre, mos keni frikë. Momenti i parë, fjala parë është fjalë inkurajimi, është fjalë besimi, është fjalë ngushëllimi, mos keni frikë. Unë e di përse ju keni ardhur, ai për cilin ju keni ardhur, Jezusi Nazareas nuk është këtu. Ai është ringjallur. Mesazhi i parë i Pashkës. Personi i parë që jep përshëndetjen e Pashkës, Krishti u ngjall me të vërtet, ishte ëngjëlli i Perëndisë. Ishte qëllimi dhe mesazhi i ëngjëllit. Sakundra është ky mesazh nga ai mosbesues dhe modern që thonë se gratë shkuan varrin e gabuar. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, çfarë po bënte ëngjëlli aty? Pse tha që Jezus Mesia nuk është këtu? Nëse kishin shkuar në varrin e gabuar, Nikodemi dhe Josefi i Arimateas, në varrin e cilit Krishti u varros nga duart e tij, do t'i kishte çuar në varrin e duhur. Perëndia Romaki me siguri dhe më njëherë do të kishte provuar që këto gra kishin shkuar diku në gabim, farisejt, saducejt, skribët, ata që e kryqëzuan Krishtin, kryet përiftorinë e Izraelit, me siguri dhe më njëherë do ta kishin ndrequr budallikun e tyre, nëse do të kishte qenë i tillë, por jo. Ato nuk ishin në varrin e gabuar. Ato ishin në varrin e Krishtit me një gur të rrokullisur për ato që të hynin brenda të shikonin dhe të bindeshin që Krishti ishte ngjallur me të vërtetë. Ja, po kaq që pamundur është dhe një version një far studiuesi që i quan veten të tillë një far Sconfield, i cili sugjeron se mos ndosha Jezusi nuk ishte vdekur tamam dhe kur i kishin futur në varrin e ftohtë Jozefit nga Arimatea është ri për të rirë. Një gjë është e sigurt. Romakët dinin se si të vrisnin dhe dinin se si të siguroheshin që ti kishe vdekur me të vërtetë. Kjo është arsyeja pse Krishtin e shpuan me hesht në i të tij. Dhe kjo është arsyeja pse të gjithë ungjit insistojnë që pasi ushtari romak e shpoi me hesht Krishtin në i të tij, nga trupi i tij rrolli gjak dhe ujë, shenja e sigurt mjekësore se personi ka vdekur. Çfarë ka ndodhur këtu? Është një akt i mbinatyrshëm i të plot fuqishmit Perëndi. Perëndia ka përdorur fuqinë e tij të mbinatyrshme, ka ndërhyrë në kohë edhe në hapësirë, ka ndërhyrë në historinë e njerëzimit, ka ngjallur birin e tij sipas premtimit që i pa dhënë birit që unë nuk do ta lë ty trupin të kalbet në varr. Në përputhje me paktin e paqes apo beslidhjen e çlirimit. Edhe ky është një nga ato akte që i çmend, ja shkatarron mendimet, paragjykimet post-iluministëve, ateistëve, atyre mosbesuesve të tjerë që nuk besojnë, e kanë vështirë të kuptojnë që trupat mund të ngjallen përsëri nga fuqia sovrane e Perëndisë, sepse Perëndia ekziston, fuqia e tij ekziston dhe çdo gjë është e mundur në ta. Ky është një akt i mbinatyrshëm, ngjallja e Krishtit. Edhe po kështu është dhe mesazhi i ngjalljes së Krishtit, i cili ka karakter të mbinatyrshëm, sepse ka origjinë hyjnore. Dhe streti kjo origjinë hyjnore dhe ky akt, kjo dorë e Perëndisë prapa këtyre ngjarjeve që ne lexojmë në Bibël, shpjegon edhe suksesin e mbretërisë Perëndisë, shpjegon mbijetesën e mesazhit të ngjalljes dhe mbijetesën e vetë kishës. Ëngjëlli i tha këtyre grave, mos kini frikë.
ndërsa gratë qëndrojnë të tmerruara para tij. Ëngjëlli u jep atyre urdhrin e parë misionar, shkoni dhe u tregoni dishepujve apostujve të Krishtit që ai është ngjallur dhe po ju pret juve në Galile siç ju pat para thënë. Çfarë bëjnë ato? Shkojnë tek apostujt, predikojnë lajmin e mirë, u japin ungjillin? Jo. Tek vargu 8 ne lexojmë dhe ato dolën shpejt nga varri dhe ikën, sepse i zurrit merri dhe habie dhe nuk i thanë asgjë kur kujt sepse kishin frikë. Ëngjëlli tha shkoni ungjillizoni, ato jo. Tha shkoni jepni lajmin e mirë. Mblidhni dishepujt e Krishtit. Mblidhni apostujt, thoni Krishti u ngjall me të vërtet, filloni shërbesën apostolike. Por ato që ndrojnë të heshtura. Mbajnë mesazhin në vetvete, pse? Sepse janë të dobët në mosbesimin e tyre. Me një kishë të tillë nuk triumfon krishtërimi. Nuk triumfon mesazhi i Krishtit. Nuk triumfon, nuk reziston kisha as edhe për disa ditë apo javë. Po të ishte për këta judenje, këta Galileas, po të ishte për Pjetrin që e mohoi Krishtin 3 herë, po të ishte për Thoma dyshuesin, që thoshte vetëm po t'ja shikoj dhe po t'a vendos gishtin tim në plagën e tij do të besoj, dhe po t'ishte për dishepujt e tjerë që braktisën Krishtin atë natë, dhe që nuk madje as erdhën tek varri për të ndihmuar gratë në përgatitjen e trupit të tij krishtërimi, nuk do të kishte vazhduar mesazhi i ngjalljes, nuk do të ishte dëgjuar kurrë. Marku në fakt përdor të njëjtin term për gratë, për ikjen e tyre nga varri, që përdor edhe kur dishepujt u larguan dhe e braktisën Krishtin në Getsemani. Nëse krishtërimi dhe mesazhi i Pashkës do të vinte nga njeriu, nuk do të kishte mbijetuar. Është e vërtetë ajo fjala e rabinit Gamaliel në Veprat e Apostujve tek kapitulli 5 lexojmë se si kryepriferinjt, saducejt, farisejt, po ata që kanë kryqëzuar Krishtin tashmë kanë arrestuar apostujt, i kanë grumbulluar dhe i kanë futur gjithë ata një qeli të përbashkët në burg. Dhe flas diskutimi ndërmjet drejtuesve të Izraelit. Aty është një rabin, një farise, që në fakt respektohet dhe nderohet ende edhe sot e kësaj dite nga judenjt. Dhe mbahet me të madhe citohen veprat e tij dhe sot e kësaj dite pas 2000 vjetëve siç ne citojmë Biblën. Dhe ky ishte rabin Gamalieli dhe çfarë thotë, ai flet me shumë urtësi. Ai thotë këtë gjë tek Veprat 5:38-39. Unë po ju them të rrini larg këtyre njerëzve, apostujve të burgosur, dhe t'i lironi sepse në qofse ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet. Por nëse është prej Perëndis, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendeshit në luftë kundër vetë Perëndis. Çfarë po bënin apostujt? Po predikonin Krishtin e kryqëzuar dhe të ringjallur. Po predikonin se çdo gjë kishte ndodhur në përputhje me shkrimet e shenjta Perëndia, pa të prur birin, e pa të mbështetur me vepra të mbi natyrshme, pa të vdekur në kryq për ne, por u ringjall përsëri nga fuqia e tij. Ky ishte mesazhi i apostujve. Dhe për këtë mesazh ata ishin futur në burg, duhet të vriteshin dhe Gamalieli thot, e keni kot. Edhe nëse i vrisnin këta, edhe nëse shparosnin këtë kishë të hershme të Jeruzalemit, nëse Perëndia është mbrapa këtij mesazhi, nëse Perëndia është mbrapa kësaj lëvizjeje, ajo do të ajo do të vazhdoj përjetësisht. Dhe ky është realiteti i mesazhit të ungjillit, i kishës edhe i krishtërimit. Kisha nuk filloi nga vullneti i njeriut, nga dashuria, nga dëshira e njeriut apo nga fuqia e njeriut, por nga vullneti, nga dëshira dhe nga fuqia e të plotfuqishme të Perëndis. Prandaj kisha do të jetë gjithmonë. Vërtet, po mund
mund të na vrasin trupat, mund ta torturojnë, mund ta fshin kishën nga një qytet apo një kombi të caktuar siç bëri komunizmi për 50 vjet. Por kisha e Krishtit që shtret në të gjithë botën do të jetë gjithmonë. Mesazhi i tij do të jetë gjithmonë. Krishtërimi do të jetë gjithmonë. Edhe pse i plagosur, i gjakosur dhe shpeshherë edhe plot mëkate. Marku dhe fryma e shenjtë prapa Markut nuk do që ne të fokusohemi në besimin e grave pasi ato nuk kishin. Ai nuk do që ne as të fokusohemi tek besimi jon pasi është i dobët. Ne duhet të fokusohemi tek hiri dhe tek dhurata e Perëndis që neve na manifestohet në atë varr bosh. Ngjallja e Krishtit provoi vërtetësinë e deklaratave të Krishtit mbi identitetin e tij, mbi qëllimin e tij, mbi përfitimet e Krishtit. Në predikimin e parë të Pietrit, siç lexojmë tek kapitulli 2 i Veprat e Apostujve, Pietri thotë tek vargu 22 një diçka interesante, ai thotë që Perëndia e provoi se kush ishte Krishti përmes gjitha shenjave, mrekullive dhe veprave të fuqishme që vinin nga Perëndia. Krishti vepronte, por ato vepra vinin nga Perëndia dhe ai po e thot këtë gjë në kontekstin e predikimit të ngjalljes së Krishtit. Dhe thot, vetë ngjallja e Krishtit ishte prova që vinte nga Perëndia, që provonte të gjitha deklaratat që Krishti bëri për veten e tij, për misionin e tij, për punën e tij, për kryqin. Që do të thot se ngjallja e tij neve na provon se ne kemi faljen tonë për mëkatet vetëm përmes besimit vetëm në Krishtin. Ngjallja e Krishtit neve na siguron ngjalljen tonë nga të vdekurit. Kjo është siguria jon, jo se e tha kisha në Bibël, jo se besuan disa gra apo disa apostoj, por se e tha, e vërtetoi, e shkroi Perëndia përmes veprave të tij. Vëllezër dhe motra, por nuk është këtë mëngjes e mjaftueshme që të besojmë se Krishti është ngritur nga të vdekurit, është ngritur me të vërtetë. Urdhri i angjëllit qëndron edhe për ne. Dhe urdhri nga angjëlli në fakt vjen nga Krishti, pasi ne, siç lexojmë tek momentet e fundit të Krishtit me apostujt, ai u thotë shkoni në të gjithë botën dhe bëni dishepuj. Urdhri i angjëllit vinte nga Krishti dhe prandaj përsëritet nga Krishti. Shkoni në të gjithë botën edhe bëni dishepuj. Fuqia edhe lavdia e ngjalljes shënon pikën e kthesës së historisë së njerëzimit. Jezusi sot lavdrohet e ngrihet lart në tërë skajt të botës. Kisha universale sot dhe çdo të diel feston Zotin e ringjallur. Premtimi i Krishtit vërtetohet nga ngjallja e tij dhe është e vërtetë se portat e ferrit nuk do të qëndrojnë dot kundra kishës, sepse Krishti u ngjall, ai u ngjall vërtet. Në vdekje apo në vuajtje, Krishti u ngjall. Në situata e vështirësi ekonomike apo fizike e shpirtërore, premtimet e Perëndis janë po edhe amen në Krishtin e ringjallur. Ngjallja e tij është shpresa e sigurt për ne që edhe ne një ditë do të ngjallemi me Krishtin, se vdekja e humbi hillsin, dhe se për ne sot vdekja është thjesht porta për tek përjetësia, për tek prezenca e Perëndis. Përmes ngjalljes, Krishti që mundi vdekjen neve na jep jetë. Përmes ngjalljes, Krishti që mundi vdekjen neve na jep shpresë. Na jep premtime dhe siguri se nëse ne ja dorëzojmë veten ton trup edhe shpirt Krishtit, sa do të shkatërruara, sa do të bëra lëmsh mund t'jenë ato, ai është në gjendje
që t'i rindërtoj përsëri, t'i ringre përsëri si që ringriti trupin e ti nga varri tempullin ton pas 3 ditësh. Përmes ngjalljes, Krishti që mundi vdekjen na jep jetë. Edhe na jep atë me bollak. Krishti u ngjall. Ai u ngjall